Selam aleikum hoxh, a lejo t'jepet sadaka që të ecë puna mbar? Ma llogaritet se nuk po e bën për hir të Allahut. Aleikum selam rahmetullah. Gjëja e parë, si në sadaka, si në çdo vepër, është të jetë e sinqert për Allah. Pastaj, edhe namazin na kur e falim namazin me kry borxhin Allahu xhalla shanuhu, edhe me na shpërbly Zoti me xhenet. Pejgamberi vet na ka treguar sallallahu alaihi wasallam se sadakaja është prej sebepeve që e shujnë apo e zvoglojnë hidhnimin e Allahut, e largojnë hidhnimin e Zotit. Të mbrojnë, Allahu xhalla bën sebeb sadakan që Zoti më dhon bereqet mirësi. Ti e bën për zot Zotit. Pastaj normal që ke dëshirë me u shpërbly, me përfitu prej kësaj sadakaje. Andaj, nëse bëhet me atë niyetin, o Zot unë po të jap sadakën, edhe ama dhe ti kimi më dhon mua masane ja. Kështu me Zotin nuk bëhet pazar, por Allah unë po jap sadakën edhe e për hatër tën, se ti e meriton, se ti më ke mësua Zot në Kur'an apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush jep sadak, Allah ka më kthy 10 vesh edhe pa kufi. Andaj unë jam i bindur që ti kimi më shpërbly në dunjë dhe në ahiret, kimi më çu punë të marr, kimi më dhon bereqet mirësi. Kjo nuk është e ndaluar. Prandaj shpesh vjen shejtani edhe i bën do komplikime në trunin e besimtarit, jo ti mos e jep se kjo po i bën që ti s'po japësh për zot Zotit. Kush tha që s'po jap për zot Zotit? Unë po jap për Allah. Por unë kam lexuar dhe kam mësuar nga Zoti dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se sadakaja është një prej sebepeve me më shku punë të marr. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith edhe pse të saktësia ti flitet ka thonë sadakaja është sebeb për të mbrojt nga përfundimet e këqija. Unë po du më nis me një udhtim, po jap një sadak, po Allah më ruaj me këtë sadak në këtë udhtim, derisa të kthehem te familja ime, më ruaj edhe familjen. Po ja afrohesh Allahut me një ibadet. Prandaj mos ta lejojmë shejtanin me ne kompliku sanet, edhe me i përdor disa fore, fore të killafta shejtanit, që ty me të largun nga ibadetet. Çka i thojmë shejtanit? Plas, vdes, tranohu, me urrëtitjen tonë na e vazhdojmë sadakën, i vazhdojmë ibadetet për Allah. Edhe këto lojna shko bëni atje tërku jo neve muslimanve. Selam aleikum.